ka patur një ish ministër të jashtëm Shqipërisë e krahasonte popullsinë çame apo popullsinë shqiptare që vendosur në fund të luftës dytë botërore të ngjashme me të gjermanëve të Sudetëve. A mund të krahasohen popullsia shqiptare çame me gjermanët e Sudetëve? Gjitha këto janë artifise për të përligjur këtë politikë që u ndoq nga fqinjët tanë, për fat keq. Ajo që ka ndodhi qoftë në vitin 1878 kur përfundohen punimet e Kongresit Berlinit dhe ku u morën vendime për të zmadhuar Greqinë e vitit 1830-1831, apo ato që ka ndodhën në kohën e luftrave ballkanike, në kohën e konferencës ambasadorëve të Londrës dhe në mënyrë të veçantë pas traktatit të Lozanës për shkëmbimin e popullsive greko-turke, sipas meje janë të gjitha veprime për të justifikuar një spastrim etnik, një veprim gjenocidi për të krijuar hapësira të lira që grekët që do vinin nga Azia e vogël të kishin në vend të instaloheshin. Një sasi e madhe e tyre. Por, nërsa në letër, në traktatin e Lozanës, gjërat ishin shkruar relativisht qartë dhe pa probleme, ose pa mendime të saktuar, pa mendime për probleme që do të lindin, në praktikë ndodhen gjëra të jashtëzakonshme.